Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Janë dy njohuri të cilat janë çelësi i përmirësimit tek njerëzimi. E para, njohja e Zotit, që njeriu robi ta njeh Zotin e vet. Dhe e dyta, njohja e vetës, që njeriu ta njeh vetveten e vet. Njohja e Zotit nënkupton që ta njehsh Allahun përmes emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta, që ta njehsh për sosshmërinë e Allahut, sa i përsosur është Allahu azza wa jall. Dhe që të merresh parasysh që Allahu azza wa jall duhet të pastruar nga çdo mangësi dhe çdo gjë që nuk i takon atij subhanahu wa ta'ala. Edhe ndaj të cilës është i lartë Zoti jon, i madhreshëm. Dhe që ta merresh parasysh çka ka tek Allah si shpërblim, dhe ta shpresojsh atë me zemër. Dhe që të merresh parasysh se çka ka tek Allah si ndëshkim, dhe të frigohesh nga ai ndëshkim. Kjo është njohja e Allahut. Kurse njohja vetvetes tënde, është që të merresh parasysh se ti nuk je asgjë pa Allah. Se jeta jem, edhe jotja, në esencë është mangësi, harres, zullum, padrejtësi, gjëna, largim, pakujdesi, dëpsi, këtë atë meta ti kem. Pa Allah në zëgjel nuk jem asgjë. Dhe pa fe në Allah nuk jem vlerë, o vllazër. Për këtë arsye njeriu i cili merr parasysh këto dy parime e shtyn atë në dy adhurime madhështore, të cilat janë shkaku kryesor i hyrjes në xhenet. Ato dy adhurime janë njësimi i Allahut azza wa jall në adhurim. E para, të cilën nënkupton fjala la ilaha illa Allah, nuk ka drejt të adhuruaj askush pas Allahut. Kur ti njeh Allahun, patjetër se adhuron. Pse mos më adhuru? Patjetër Allah do të më adhuru. Allahu azza wa jall, ai i cili atij të cilit i takon për sosshmëria e plot, patjetër që do të më bëj ibadet Allahun, po kanë më bëj ibadet pas Allahut azza wa jall. Çdo ibadet ja dedikon Allahut. Kur njeh Allahun, a ki dëshirë me adhuru Allah? Se ki shpresë të madhe. Se Allah azza wa jall, Allahut i takon çdo gjë. Dhe njohja e vetvetes tënde pra të shtyr në ibadetin e kërkimit faljes, në istighfar. Patjetër që ti kur e njeh vetveten e shef që ki nevojë mu pastru. Dhe pastrimi kryesor është, thelbi i pastrimit është keqardhja dhe kërkimi i faljes. Keqardhja në zemër dhe kërkimi i faljes për gjunat e tua. Për këtë arsye profeti sallallahu alajhi wasallam thotë tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Xheneti i premtohet atij të cilët gjen në fletushkën e tij ditën e gjykimit shumë kërkim falje, shumë kërkim falje. Atëherë patjetër, dhe këto dyja, adhurimi i Allahut azza wa jall dhe kërkimi i faljes, ngjajsojnë këto dy ibadete me të cilat na kyçemi namaz. E para abdesi, pastrim, dhe pastaj çështja në ibadet, adhurim me sejdë dhe namaz. Qysh kërkon Allahu azza wa jall është i kënaqur Zoti jon. Patjetër robërt Allahut që njeriu do të më realizu këto dy njohuri dhe në kuptimet e tyre. Profeti sallallahu alajhi wasallam na mëson që lutja më e mirë është ajo që e bëri dhe Nuni Yunusi alayhis salam. Dhunnuni Yunusi alayhis salam. Në fakt në hadithin që transmeton Sa'd ibn Abi Waqqas, i dërguari i Allah sallallahu alajhi wasallam thot da'watu dhinnuni إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Lutja e Dhunnunit e Yunusit, kur u lut ai në bark peshkut, në fund detit, në errësirë, i tha Allahut la ilaha illa ant, nuk ka drejt të adhurohet askush pas teje. Subhanaka i pastër nga çdo emetje. Kjo është njohja e Allahut. Inni kuntu min al-zalimin, me të vërtetën isha nga zullumçart që i bën pa drejtësi vetvetes. Kjo është njohja e vetvetes. Dhe ky në atë moment i realizoj këto dy njohuri dhe në kuptimet e tyre. Allah azza wa jall fastajabna lahu, ne ja pranum lutjen.
dhe ne shpëtuam. E nëzër Allah azza wa jall prej atsirës dhe prej humbjes, vdekjes. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma da'a biha rajulun muslim illa wastujiba du'a." Me këtë lutje nuk lutet një burr musliman, vetë sa Allah azza wa jall, një njeri musliman vetë sa Allah ja pranon lutjen. Mirë po ja pranon lutjen nëse lutet duke i realizu, duke i kuptu këtu dy njëri që nuk kupton kjo lutje dhe i realizu kërkesat që kërkohen për ata që i kuptojnë këtu njëri, që kuptojnë kush është Allah dhe kush janë ata. Allah azza wa jall është i përsosur, do të mu adhuru. Ti je me mangësi, do shmu pastru. Pastrov në kërkim falje dhe qas jo ibadetit Allah azza wa jall, për cilin Allah azza wa jall ty të ka kriju. Nëse realizon këtë, ti e ke kohë sukses të madh në këtë dunja dhe pritë suksesin e përhershëm kur e takon Allah azza wa jall në ahiret. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.